kujtoj kush jam. Mbylli pak syt dhe lere trupin të qetësohet. Merr frymëfere në kohët 4, 1 dhe 6 nxirre. Përsërit e këtë ushtrim 3 herë dhe lere trupin të qetësohet. Brenda teje ekziston një version që e di rrugën, një version i qetë, i ditur, i pastër, që nuk të kërkon të ndryshosh, por të kujtohesh. Ai version nuk krijohet. Ai ka qenë gjithmonë aty, duke të pritur në eshtje. Dhe vetëm gjë që të ka ndarë prej tij ka qenë zhurma mes mundimeve të tua. Sot ti zgjodhe të ulësh zhurmën, të dëgjosh, të rikujtosh. Merr frymëfere dhe ngadalë dhe lere dritën të zbresë brenda teje. Ti nuk je frika jote, ti nuk je lodhja, as pasiguria, as mendimet që të kanë mësuar. Ti je qetësia pas çdo stuhie. Ti je drita që merr formë në një trup të lodhur, por të mençur. Versioni yt i lartë është këtu, pranë teje, i qeshur, i butë. Ai nuk të shtyn, nuk të gjykon, thjesht të pret të sinkronizohesh me të. Dhe kur ti hesh mendjen, ai afrohet. Kur ti e ul ritmin, ai flet. Kur ti i dorëzon kontrollin, ai merr vendin e vet natyror në brendësinë tënde. Sot kujtohu, unë merita të thoj emrin tënd, jam dritë, unë jam qetësi, unë jam udhëzimi që kërkoja, unë jam versioni im më i lartë. Ecë me budësi sot, mos u ngut, mos e harro frymën tënde, dhe sa herë që zhurma ngrihet, mbyll syt për pak dhe thuaj vetes: unë kujtoj kush jam. Dhe sot zgjidh një praktik të vogël ditore për të patur energji të lartë. Bëj një ecje 5 minuta të pakta në eshtje. Pirje ujë me qëllim. Vendos dorën mbi ujin ose fol mbi gotën e ujit dhe thuaj: lumturi, qetësi, paqe, shëndet. Çfarëdo që ti do të kesh në jetë. Dhe përfytyro që ai ujë hyn në çdo qelisë të trupit tënd dhe përcjell dritë, gëzim dhe zbret
në çdo organ të trupit tënd. Bëj diçka sot për veten, një akt të vogël gëzimi, ver një muzikë që të pëlqen, bëj një lëvizje, një aromë, dritë, ajo që ty të mbush me gëzim. Bëj këto ushtrime dhe këtë meditim në mëngjes dhe do shikosh që jeta jote të filloj të ndryshoj, sepse ti po kujtohesh kush je. Për më tepër video, më ndih këtu në TikTok, në Instagram, në YouTube dhe shpërndaj videot dhe me njerëz të tjerë. Ju jam mirënjohëse për gjithçka. Ju falenderoj.